gjejmë ne parat për t'ja u kthye shqiptarëve në dyfishim pensionesh, në dyfishim rrogash, njeriu që del çdo mëngjes dhe flet me vete në një monolog se thot se po flas me gjyqtarët, asnjë prej tyre se gjyqtar i shpik vet, i krijon vet. Sot e ka ditën e tij. Po problemi është ai çdo ditë ka një prill. Vetëm një gjë, sa herë ta dëgjoni, kujtoni një prillin se është dita e Edi Ramës. Prej 15 muajsh dërguam në parlament minimumin jetik. E dërguam. Pavarësisht se natyrisht po ta votonte, fitonte qeveria kredit, po le të fitonte. Se njerëzit me çfarë mund bëja me 130 euro? Një zonjë thoshte një ditë, unë kam 130 euro pension, 60 euro paguaj qera në ndërtesën sociale dhe mbetëm me 70 euro. Çfarë mund të bëjë njëri me 70 euro? Kështu që e dërguam atë në parlament, e kishte përllogaritur avokati i popullit dhe organizata ndërkombëtare e punës. E mbajti dhe nuk pranonte kurse si ta votonte. Tani që e shef se populli nuk po i pranon dokrat e tij me zhapi, me hardhuca, me kafshë e ndryshme që jeton me to, atëherë deklaroi dje se po i bie dhe pikë të shumë nga kjo sy-më-sy e nga këto mashtrimet. Deklaroi dje tha do ta bëj pensionin 400 euro në vitin 2030. Po si se bëre për 12 vjet ti 400 euro? Malizi e bëri për 12 vjet. Malizi kishte më të ulta se ne pensionet, sot i ka 450 euro. Rumania kishte më të ulë se ne rrogën minimale. Sot e ka 4 herë më të lartë se ne. Sepse çdo qeveri, kur ndan buxhetit, mendon një pjesë qytetarëve, një pjesë rrugëve, një pjesë shkollave, një pjesë arsimit. Pra ne do merremi do bëjmë gjithçka për një Shqipëri madhështore. Shqipëria madhështore për ne është Shqipëria që prodhon. Shqipëria që prodhon, që punson, që prodhon. Shqipëria teknologjive të larta, dhe unë jam i bindur se këtë program do realizohet. Ju falenderoj shumë për... Doktori ka treguar që premtimet të mban. Tani ju e dini vetë. Absolutisht. Do